Pyetja është. Po. Një çift është ndodh. Po. Edhe ajo gruaja shtatzon është. Po. Tash burri vet ish burri vet. Po ja imponon abort. Jo, s'bën me babart. Nuk bën me babart. Nuk bën me babart. Edhe ajo është grua e tina derisa të lind ajo. Thotë ajo është në idet derisa të lind. Edhe është grua e tij, do thotë derisa të përfundoj. Po shkelin e parë ka bëj që e ka ndonë në shtatzani që e ka çuar në shtëpi nëse. Jo, s'bën me çuar, do thotë, çura ndarja gjatë shtatzanisë është tallak i sunetit, po, tallak i sunetit. Ndarja gjatë shtatzanisë. Mirë po, ideti i shtatzanës është derisa të lind fëmia. Thotë, ideti i grus normal, që nuk është shtatzane, është 3 pastrime. 3 pastrime. 3 hajda. Mund të me zgjatë 3 muaj, mund të me zgjatë 1 muaj e gjysmë, mund të varet sa ka distancën e hajdave. Mirë po, ideti i shtatzanës, afati i pritjes, mas ndarjes, i shtatzanës është derisa të lind. Mund të me lind mas 1 dite, mund të me lind mas 9 muajve. Se ndodh për shembull një burr budall, mund të thonë, e lëshon gruën e vet 1 ditë para se me lind ajo. Edhe të nesër nëna ajo mundet më martu me një burr tjetër, nëse lindë. Me nëmë. Po dhe pastrume është. Thot ideti ka përfunduar, nuk është e pastrume se është, domethënë, është në nifas është, apo? Mirë, po mundet më martu me një burr tjetër. Mundet më martu mas 1 ditë me. Mirë, tash ai person në këtë punë thot ai mas pari ka idetin ajo grua është me bot në shtëpinë e burrit saj. E dyta nuk bën me kërku me vrah fëmijën e vet, nga se aborti është vrasje. Edhe para shpirtit edhe mas shpirtit, mas dhënies shpirtit. Mas dhënies shpirtit është vrasja. Aborti është vrasja. Edhe besimtari nuk bën asesi me kon pjesëtar në vrasje. Çfarë subhanallahu çfarë nimetit të madh t'jap Allah subhanahu për fëmijë. Sa njeri mundohet me pas fëmijë. Sa çifte janë gjendje do thotë me dhon këtë pasurinë që e kanë me pas një fëmijë. Ndoshta shëndetin e vet e prish një grua, një burr, veç me pas një fëmijë. Ty Allah subhanahu wa taala jap të dhe në shkon e vran atë. Kjo është krim i vërtet. Kjo është krim i vërtet. Po sa është në këtë kohë kur krejt shoqënia botërore është duke vujt për shkollën ose duke vujt nga rënja e natalitetit, rënja e lindshmërisë drastike në këtë botën është. Kjo rënja e natalitetit, rënja drastike e natalitetit është dukuri në këtë botën. Jo vetëm në Perëndim, po në këtë botën. Edhe në 10 vitëshin e fundit, 20 vitet e fundit, ka më vrejt janë të madhe në këtë botën. Në këtë botën. Në këtë rastet me shku njeri me këtë dhurat të Allah subhanahu taala me vra është krim. Allahu të mas mirë. Në cilat raste lejohet aborti, para dhe mas apo a lejohet? Po, ajo çka thonë ulemat tonë është që aborti për ndonjë nevojë lejohet para se të fryhet shpirti. Pas thotë para 120 ditëve, sipas një pjesë të madhe, disa tjerë thonë para 40 ditëve veç. Para kësaj lejohet edhe nëse ka ndonjë smundje ose ka ndonjë nevojë ose diçka bën atë. Përndryshe mas kësaj është vrasja, s'bën më vonë. Nuk bën më vonë. Edhe nëse mjekët e vërtetojnë që mund me dëmtu nor, mas shpirtit. Kjo është gjë relative. Kjo është sikur se me thonë pe vrojna filanin që me pshut dikush tjetër. Kjo është gjë relative. Për shembull, me pas ngu nona e me mjekt, unë si shakon sot mesin e ju. Se nona sami kanë thonë kur u kanë shtatzane, ka thonë këta do të me hiq nga se ti kime pas probleme, kime pas ata, kime pas diçka, edhe nona e me nuk i kanë ngua. Thot, alhamdulillah. Qështë?